U anulua ende pa filluar seanca për akt akuzat ndaj grupit Bellanosa Baron. Gjykatës së Lëndës bëri me dije se seanca anulohet për shkak të mungesës së disa avokatëve të angazhuar nga një pjesë të akuzuarve. Të dyshuar në këtë rast janë 9 persona: Fatlu Majeti, i njohur si Tote, Akif Ramanovski, i njohur edhe si Jusuf Akifi Baron, Zulkifli Nuredini, Akif Memishi, Abdullah Sadiki, Shenasi Maslani, Mirvet Maslani, Gani Marku dhe Reshad Isman. Ata akuzohen për më shumë vrasje e vrasje të dy fishta. Sipas aktakuzës së prokurorisë, organizatorët e grupit kanë marrë vendime dhe kanë dhënë udhëzime specifike për objektivat, lokacionet, metodat e likuidimit të individëve, kryesisht nga grupi kriminal kundërshtar. Ata kanë vepruar me një ndarje të qartë rolesh dhe planet janë zbatuar nga anëtarë të tjerë të akuzuar, të ndjerë ose të padisponueshëm për organet e zbatimit të ligjit, si dhe disa individ të pa identifikuar. Sipas provave të prokurorisë, të akuzuarit dyshohet të kenë lidhje me vrasjet e kryera me urdhra dhe me organizim të grupit siç janë: vrasja e Ibrahim Ajdinit, gusht 2020, i akuzuari i parë në emrin e lëvizjes radikaliste ka ofruar dhe paguar 10.000 euro për vrasjen, i motivuar nga dyshimi që viktima ka bashkëpunuar me institucionet për rastin Monstra. Vrasja e Xhelal Ibrahimit janar 2023. Vrasja është organizuar nga grupi si hakmarrje për fyerje personale ndaj të akuzuarit të parë. Janë dhënë 20.000 euro për pjesëmarrje në sulm. Vrasja e dy fishte jeton Krivanjevas dhe Enes Isejnov. Mars 2023. Vrasja është bërë për hakmarrje për vrasje paraprake, shisha bar. I akuzuari i parë ka siguruar 250.000 euro dhe drejtime konkrete. Vrasja e Orhan Bajramit Oki, qershor 2023. Vrasja është kryer në Greqi. Sulmi është kryer nga 2 persona të maskuar, të cilët kishin gjuajtur 19 plumba. Vrasja e Kameri Drizit Bundes, maj 2021. Vrasja është kryer nga i akuzuari i 6 dhe persona të tjerë, me 56 plumba të gjuajtur. Viktima kishte qenë cak i hakmarrjes për vdekjen e një familjareje të njërit nga organizatorët. Vrasja e Abdullah Bastri Ibrahimovskit, korrik 2024. Vrasja është kryer për shkak të marrëdhënieve të prishura dhe konflikteve të mëparshme. Vrasja e Ibrahim Ismaili Abic është kryer në Hasanbek nga i akuzuari i parë, vëllai i tij dhe i akuzuari i 8. Janë gjuajtur 65 plumba. Krahas vrasjeve, nga prokuroria kanë thënë se janë siguruar prova edhe për përfshirje në grup për djegje të objekteve. Djegja e tyre ka qenë me qëllim që të u bëjnë me dije viktimave të tyre për qëllime serioze për krye të veprës penale zhvatje.